lutjen më të madhe që shpeshton këto net është thuje kështu: o Zoti im, ti je falës, e don faljen, me fal mua. Kjo është madhështore. Ti lutem Allahut, është i vetmi i cili edhe fal, edhe mëshiron, edhe të sprovon, edhe të mëson, edhe të motivon, edhe kur krahun stalçon. Lusë Allahun ti fal besimtarët, ti fal njerëzit. Më shumë se kur njerë, më parë se sa të kemi nevojë për faljen e Allahut. Për shkak se njerëzit jenë botë e egër. Pa fije dyshimi 10 që i fundit e Ramazanit është finalja e garimit në veprat mira për ta fituar kënaqësinë e Allahut. Në 10 që në fundit madje e specifikoj duke thënë kërkone në netët tek. Domthonë në natën e 21, natën e 23, natën e 25, në natën e 27 dhe në natën e 29. Pa fije dyshimi 10 që i fundit e Ramazanit është finalja e garimit në veprat mira për ta fituar kënaqësinë e Allahut. Për shkak se sipas mësimeve tona edhe porosive profetike, alayhis salam, është se nata më e mirë e vitit, brenda 365 ditë, sipas kalendarit diellor apo sipas kalendarit hënor 350 ditë, pa fije dyshimi është nata e kadrit, nata e caktimit, nata ku përcaktohet jeta e njeriut për brenda një viti, edhe është nata në të cilën ka zbrit fjala e Allahut, Kur'ani Kerim, dhe ne do të thotë insistojmë që ta takojmë këtë natë. Është kënaqësi e madhe që mundësia për ta fituar kënaqësinë e Allahut në këtë natë është shumë e madhe. Madje kemi edhe vizitorë nga qielli, cilët na vinë me lekt e të madhe të Zot, në krye me ta Gjibrili alayhis salam, që ai zbret bashkë me gjithë suitën e tij, me melekt e tij, edhe i mbështet besimtarët edhe i motivon ata për të arritur këtë kënaqësi, edhe secili prej neve kemi ankesat gjatë jetës tonë, kemi dëshira për t'i realizuar, kemi shpresa për të cilat presëm për të madhit Zot me na i pranu, gjunat me na i fal, sevapet me na i rujt, evlat me ju dhon sukses, e shëndet, mirësi, e begati, për cilat mori grumbull i madh, derte, gajle, prekupime, të gjithat ato i prezantojmë para madhrisë Allahut, atij kufshëm fal. Çfarë duhet të bëjë një besimtar për të shfrytzuar sa më mirë këtë net? Këto net, për të dhënë një formulë e cila kish me shërby për të gjithë, është na jemi në një panaer të madh tek Allahu, që mundësia për ta fituar atë të cilën e dëshiron zemra jonë, shpirti jonë, atë për të cilën ka nevojë jeta jonë, sidomos sot kur jeta materiale dhe kjo globalizëm i cili ka përthyr krejt botën, edhe ana shpirtërore fatkeqësisht ka filluar të zbehet, kemi nevojë këto vlera për t'i rrit, sidomos njerëzillakun. Edhe veprat neve na vynë që të bëjmë diçka më shumë se sa në ditët e rëndëmta të vitit. Çka për shembull, të lexojmë më shumë Kur'an, të meditojmë më shumë për madhrinë e Zotit, të kërkojmë falje më shumë për gjunahet tona, të kujdesemi më shumë për jetimet, të kujdesemi më shumë për ata të cilët kanë nevojë për ndihmën tonë, të jemi më solidar, se kështu e kemi pasur edhe profetin ton alayhis salatu wassalam. Veprat janë shumë të mëdha, janë të larmishme, që njeriu me plot kuptimin e fjalës e nin përsa afërte atë anën njerëzore, shpirtënore, emocionale që do duhej me pas, edhe është, nëse po me thonë, një lloj armatosje shpirtënore, emocionale që do të na shërbej pastaj edhe për mujt e ardhshëm. Pse është e fshehur nata e Kadrit? Për shkak se mos na bëhet rutinë. Edhe kjo është mirësi për shumë arsye të mëdha, njëra prej arsyeve pejgamberi alayhis salatu wassalam fillimisht e diti cila është ajo natë, mirë po kur dolin nga shtëpia për t'i informu besimtarët, në rrugë u taku me një ngjarje e cila lë mbresa shumë të rënda shpirtënore të Muhamedi alayhis salatu wassalam, edhe duke u marrë me rastin në fjalë, një zëng kishte pas ndodh në kohën më të bekuar, në vendin më të mirë, edhe disa ishin grind me zvete, dhe ajo kishte eskalu situatën,
e pejgamberi a.s. për një shpirti shumë i madh, human dhe i ndjeshëm, deshti Zoti që Rasulullah a.s. ta harroj në cilën net është, por tha është në 10 që në fundit, madje e specifikoj duke tha kërkone në netët tek, dhe më në natën e 21, natën e 23, natën e 25, në natën e 27 dhe në natën e 29. Ju e dini se si pas kalendarit hënor, pari vije nata, pastaj vije dita. Për këtë arsye fillojmë me taravi, e natën e Bajramit nuk kemi taravi. Çfarë lutjesh rekomandohen të bëhen atë natë? Të gjitha ato lutjet të cilat ti nje shpirti yt, ka nevojë kërkesa e zemrës tone, ka kërkesë jeta jote, gjithçka që ka lidhet me fatin tënd, të kësaj bote edhe të botës së përjetësisë. Në veçanti është përcjell prej grus pejgamberit a.s. zonjës Aisha, e cila është nana besimtarve, se gratë e pejgamberit janë nanat e besimtarve, me urdhën decidiv prej Allahut, ajo e ka pyet, ka qenë kurreshtare pejgamberin a.s. E pyetja e saj është mësim pastaj edhe për ne. Ka thonë, çka të lutem? Ka thonë, lutjen më të madhe që shpeshton këto net është thuje kështu: o Zoti im, ti je falës, e don faljen me falë mua. Kjo është madhështore. Ti lutem Allahut me cilësinë e tij të bukur, ai cili fal. Është i vetmi i cili edhe fal, edhe mëshiron, edhe të sprovon, edhe të mëson, edhe të motivon, edhe kur krahun stalçon. Lusë Allahun ti fal besimtarët, ti fal njerëzit. Më shumë se kur njerë, me parë se sa të kemi nevojë për faljen e Allahut. Për shkak se njerëzit janë botë e egër,